Përshëndetje miq të Citizens, jemi në një episod tjetër të podcastit Zëra. Flasim sot për ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur gjatë muajit mars. Muaji mars është muaj siç njihet i vajzave dhe i grave, ku zakonisht në shumë vende dhe në Shqipëri festohet dhe merren lule, por është një festë e cila realisht duhet të jetë protestë sepse shënjohet nga ngjarjet e largta të New Yorkut ku gratë dolën në rrugë në vitet 1908 dhe kërkuan barazi, paga dhe të drejta në punë. Kështu që edhe në Tiranë pati një protestë, një manifestim i cili në të vërtetë pati një lloj linçimi nga shumë media, por edhe nga njerëz të cilët munduan që të keq informonin mesazhin e protestës. Dhe për ta nisur me këtë ngjarje doja të hapnim një diskutim me kolegët e Citizen se si e kanë parë këtë ngjarje, duke qenë që ne kemi qenë në terren për ta raportuar. Për ta bërë më konkrete se çfarë ka ndodhur, dëshiroj që të marr disa komente që kanë qenë pjesë e raportimeve tona dhe të diskutojmë pak, ti komentojmë edhe ne, po. Fillimisht duhet të ndalem tek një koment i parë, i cili ka qenë tek një artikull që ka shkruar Risa, Revolto Motor, ku vajzat dhe gratë marshojnë kundër dhunës dhe patriarkatit, ku një komentues na shkruan: "Kanë marshuar edhe vëllezërit tanë. Pse burrat shpesh e shohin veten përjashtuar nga lufta për barazi gjinore dhe është lufta kundër patriarkatit një luftë e përbashkët e Ris." Si mendon? Artikulli ka pas të bëj me raportimin e çfarë ndodhi në 8 mars, pra me protestën ku në sheshin Nën Tereza dhe më pas në marshimin në të gjithë bulevardin, pati përfaqësi nga burra, gra, vajza, djem, të rinj, të reja, edhe të njerëz të angazhuar aktivistë që kërkonin më shumë të drejta. Motoja ishte Revolto Motor, për t'i dhënë një lloj kështu fuqie gjithë kauzës. Nga aspekti i komentit, po them, e shoh shpesh këtë narrativën deri diku edhe përjashtuese që ndodh jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe kur takoj miqe dhe të rinj e të reja, që duket sikur është një luftë në thojza ose një kaos që i përket vetëm vajzave dhe grave dhe deri diku përjashton edhe burrat edhe djemt. Kjo si një kritik, ndoshta mendoj që burrat e marrin si një kritik personale, sesa si një kritik ndaj një sistemi të tërë, sepse ne jemi pjesë e një sistemi të tërë, edhe barazia gjinore shpesh herë edhe konsiderohet edhe si një përgjigje ndaj, po themi, privilegjeve apo roleve që lidhen drejt për së drejti me burrave, me burrat. Megjithatë, unë mendoj që kjo është lufta kundrejt patriarkatit, është një luftë e përbashkët, është një luftë patjetër që kërkon role dhe bashkëpunim kërkon role të ndryshme dhe bashkëpunim pothuajse nga të gjithë. Është edhe një luftë, po themi, që prodhon për një sistem që prodhon hierarki dhe përjashtim, dhe duke qenë i tillë krijon edhe për burrat dhe gratë një lloj modeli stigmatizimi ose modele të ngurta që jemi mësuar shpesh herë të shohim, si për shembull burrat duhet të jenë të fortë gjithkohës, duhet mbajnë këtë përgjegjësinë edhe peshën e kryefamiljarit apo të qenit të udhëheqës të një familjeje, duhet të jenë dominues. Pra edhe ky lloj sistemi prodhon disa sjellje të imponuara kundrejt të gjitha roleve që ne kemi. Megjithatë, ajo çfarë vura re tek komenti, mu duk pak sikur kishte edhe këtë animin ndaj komunitetit LGBT. Shpesh herë ndodh që kur ne protestojmë edhe pjesëmarrja, po edhe për ta kaluar ndoshta pjesëmarrja nga grupe të ndryshme bën edhe një lloj ndarje të kauzave. Kjo kauzë është për gratë, kjo kauzë është për LGBT-t, në fakt të gjitha kauzat na ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe na përkasin të gjithëve ne në një formë apo në një tjetër. Erblin, ti ke qenë herë tjetër prezent në marshimin e 8 marsit apo ishte hera parë? Si duhet të shikoj pak ndjesitë e një personi që ndoshta me grupin që organizoi që ne e përcollëm, domethënë ishte hera parë, domethënë që u përfshiva. Ishte interesante sepse domethënë duke bërë atë ecjen e ndjej atë, si thosh, shprehjen e çdo vështirësie që kanë vajzat dhe gratë në Shqipëri, domethënë me çdo thirrje, pra dhe ajo Revolto Motor, domethënë ishte e gjetur në sensin e periudhës që kalohet në Shqipëri. Për mua ishte një organizim interesant, normalisht nëse do kishte. Kemi pak sinqert, është e sikletshme për një djalë ose burr të bashkohet protestës? Në fakt për njerëzit që kanë një vajzë, kështu që nuk e kam fare atë sikletin, sepse mendoj edhe për vajzën time në sensin për këtë shoqërinë që ne jetojmë, edhe normalisht A mund ta zhveshësh veten nga të qenit baba në këtë prizën pa ti si një burr në shoqërinë shqiptare? Përpos të qenit një baba ose vllai dikujt etj. Thjesht ti si një burr. Ta mbaroj. Ndërkohë unë jam dhe djali një nënë. Patjetër. Po jo, për ta thënë
domethënë opinionin shumë të hapur, domethënë. Unë jam rritur vetëm me mamin. Babai im ka lënë 10 vjeç. Dhe në këtë prizëm e kam njohur përmes sprovave që ajo ka kaluar domethënë në jetë, çdo vështirësi që kanë gratë dhe vajzat në Shqipëri. Kështu që unë praktikisht jam i zhveshur nga këto paragjykimet që kanë bota e meshkujve, në sensin që pse duhet të marrësh pjesë ti në këto lloj organizimesh ose çfarë mund të kesh ti në kontekstet e këtyre gjërave. Kështu që për mua është një kauzë e drejtë, kauzë që duhet. E ndjeve që ti ishe pjesë e gjës. Absolutisht. Okej, thjesht dohet të merrnim një përjetim më personal sepse mendoj që ka shumë djem dhe burra që nuk kanë qenë ndonjëherë në shesh dhe duke e parë vetëm nga mediat sociale krijojnë një lloj prototipi të një gjëje që ndodh, shpesh edhe me desinformime dhe me një lloj paragjykimi dhe për të bërë ajo është sepse domethënë gjykojnë mbase edhe nga nisur nga perceptime që mund t'i ndajnë me të tjerë dhe pa qenë të përfshirë domethënë marrin ato lloj perceptime dhe stereotipe dhe i shumë fishojnë domethënë. Mendoj unë domethënë në këtë pjesë. Kështu që bëjnë mirë mbase edhe në mos në një organizim ka patur organizime tjera, domethënë po të na ditë, kështu që mund të bëjmë pjesë në organizime tjera, nëse ata kanë vështirësi me perceptimet që i rrethojnë, mund të përfshihen në organizime. Për ta sjetur vetë se cila mund të jetë një aktivitet më i përshtatshëm. Megjithatë ajo që u vure gjatë protestës së 8 marsit ishte se disa media dhe njerëz të ndryshëm u munduan që të keq informonin atë që po ndodhte në terren dhe vendosin që të linçonin disa njerëz të caktuar, konkretisht individ të komunitetit LGBT të cilët kishin disa pankarta në dorë dhe realisht ishin pamje që ishin të një viti të mëparshëm dhe i publikuan sërish për të gjeneruar klikime dhe ishin ngjarje që zakonisht ndodhin për një arsye jo shumë pozitive dhe në një farë forme ne u mundëm që të bënim edhe një material për ta shpjeguar këtë lloj desinformimi. Në lidhje me këtë doja të pyesja Lorin, ka pasur disa komente të tipit Citizens ka qenë pro queer që kur ka nisur. E pohon apo e mohon këtë? Patjetër që e pohoj, por për mua do ishte hipokrizi që të qëndroje aty ku ne qëndrojmë si media, pra me një qëndrim që unë besoj që ka qenë edhe i hapur dhe i sinqert edhe transparent, që kemi qëndruar gjithmonë në anën e atyre që kanë qenë më të dobët. Pra, ne qëndrojmë në anën e më të dobtit edhe kur kemi njerëz që përballen me shtetin, edhe kur kemi më të dobët në sens mungesë të drejtash. Besoj. Jo vetëm, pra, me çdo grupim dhe çdo njeri që në një formë ose një tjetër i bëhet një padrejtësi. Dhe padrejtësia i bëhet nga një entitet, cili do qoftë ai, që është më i fuqishëm për shkak se ka më shumë resurse, ka mundësi ta mbrojë veten më shumë se sa ai grupimi i cili po targetohet dhe unë do të jap shembull si ky nga veriu deri në jug të Shqipërisë dhe unë nuk do ta ndaja këtë gjë. Pra, nëse ne kemi të bëjmë me një grupim i cili në shoqërinë tonë e ka jetën më të vështirë për shkak të normave, paragjykimeve, diskriminimit, unë mendoj që do ishte hipokrizi që ne mos qëndronim me këtë. Për ta kuptuar më mirë, pra, pyetja që ka bërë ai personi aty për ka qenë queer citizens që në fillim, domethënë kush është nën teksti nëse lidhet me kuptimin e queer? Queer është një term ombrell i cili përfshin gjithë njerëzit të cilët nuk e lidhin përfaqësimin e tyre vetëm me seksualitetin, por edhe me çështjet gjinore, siç e kemi diskutuar në shumë materiale. Pra janë njerëz të cilët janë gay, lesbik, transseksual dhe shprehin veten në një formë identiteti përgjithsisht edhe pamje të ndryshme nga pjesa tjetër e njerëzve të cilët janë heteroseksual. Në lidhje me komentin, Citizen kanë qenë gjithmonë pro queer, është në kontekstin që Citizen gjithmonë i kanë mbështetur këtë lloj kategorish. Nuk është se ka ndonjë ndryshim, pra. Dhe personi në fjalë është saktë sepse ne nuk e kemi, pra jemi përpjekur gjithmonë atë statementin e misionit apo ato që është qendra e punës tonë që është edhe parimore shumë, një herë sa kohë e përsërisim, pra ja risjellim audiencës duke e ripublikuar dhe në rrjetet sociale. Dhe unë nuk shikoj këtu në një tendencë për të fshehur diçka. Pra ne përpiqemi që të jemi të hapur me publikun, ajo që është e rëndësishme, unë i respektoj gjitha mendimet,
jemi një shoqëri të lirë, po ajo që mendoj që ka rëndësi është që ti jesh i sinqert me atë që mendon. Pra mos të thuash që po bëj diçka tjetër dhe ndërkohë ti je duke bërë diçka tjetër. Ndërkohë kjo vjen si koment me sa vura re tek seksioni i komenteve aty në Instagram, sepse shumë njerëz thonin çfarë është kjo media, po i bëj unfollow, dhe kjo ishte një lloj komenti afirmativ që shiko se Citizen kështu ka qenë prej fillimit, nuk është se pas Ka ndryshuar linje editoriale, apo do të thonë nuk ka një gjë për të surprizuar. Dhe një koment tjetër, por që pak a shumë e ceku dhe e risa, ishte se çfarë lidhje ka komuniteti LGBT me 8 marsin, duke qenë se disa përfaqësues të komunitetit ishin vijën e parë të marshimit, edhe u bë ky diskutim i madh që tashmë se ku janë katandisur gratë shqiptare duke publikuar disa fotografi që janë antarë të komunitetit dhe duke treguar se tashmë gratë përfaqësohen nga këto lloj grash, ishte normalisht një lloj retorike e cila kishte në thelb një lloj keqinformimi dhe dashakejësie. Por siç e përmendi dhe Risa, 8 marsi është një lloj marshimi dhe eventi i cili bën bashkë të gjitha grupet e shtypura të marginalizuara dhe që kërkojnë të drejtat e tyre. Për të kaluar pak edhe disa komente tjera që ka pasur muaj mars për ngjarje të ndryshme, kemi përzgjedhur disa prej tyre. Erisa, një koment është po, Nisma mbrë lumin shkumbik nga dotjet, konkretisht i rrethit librazhit, thotë se sa keq që Citizen Channel, dashur apo dashur, bëhet PR i shoqatave të propagandës politike. Lajme sa për të mbushur portalet. Në fakt, nëse mbjellja e pemëve është propagandë, sa mirë që kemi propaganda të tilla në masivitetin e gjithë propagandës që kemi vërdall, qoftë politike dhe pse jo të formateve të tjera. Ka qenë dhe dikush që mbyll të pemë. Po pra. Si ishte shoqata. Po nuk ishte organizat. Tani, mua këto komentet më duken pak kështu, sidomos kur vijnë nga organizata që janë të vogla ose nisma që janë aktive në qytetet e tyre. Edhe në këtë rast unë kam raportuar për një nisëm në Parkun Shëbenik të zonës së Librazhit, që prek zonën e Librazhit, pse jo prenjasin e Elbasanit, pra këto 3 bashki, edhe ishte një iniciativë vullnetare e të rinjve aty, e disa organizatave të vogla që merren me ruajtjen e mjedisit dhe po ashtu edhe me mbështetjen edhe në partneritet me AKZM-n e zonës. Edhe të mbjellësh pemë është shumë okej, edhe është një gjë shumë pozitive, sado është sasia e tyre që u mbollën atë ditë, edhe aq më tepër në një park që është park kombëtar, është pasuri kombëtare e të gjithëve ne. Edhe këto komentet kështu më duken ndonjëherë si nevoja për të marrë një fel në të gjithë të tortën e madhe dhe në pamundësi për ta marrë atë ka kështu pak kënaqësi. Mirë do ishte që të bënin diçka në terren dhe unë patjetër shkoj edhe ne shkojmë si redaksi, raportojmë sa herë ka këto nisma. Për të vlerësuar dhe fakti që ka disa organizime që nuk e kanë atë mbulim mediatik që mund ta ketë një organizatë e madhe, kështu që ja vlen që ti jep një shembull, pra për ndryshuar prirjen tek Parku i Shëbenikës, pra ti mjafton ti. Me të drejtën ka qenë nga lajmet më pozitiv që kemi raportuar atë parë. Këto drejtoria ne kemi qenë gjithkohës në diskutim që kemi vetëm lajme negative, po sikur të shohim në një gjë me aspekt më pozitiv, dhe në fakt fatmirësisht pozitiven mund t'i qasemi si redaksi vetëm në aspekt mjedisor, sigurisht ka pafund, po këtu e kemi pak më të lehtë se është terreni i tillë, nuk glorifikon individ të caktuar që shpeshherë janë të përfshirë politikisht etj. Kështu që sa mirë që kur i gjetëm një lajm pozitiv, gjetëm një koment negativ. Edhe dashur edhe pa dashur, ne nuk jemi naiv, domethënë, nuk bijem pre PR-it, PR-it dhe propagandës, çdo gjë që bëhet me një lloj vetdije, me një lloj përgjegjësie, kështu që ne jemi po të njëjtët që kemi raportuar me 10 herë për problemet që ka lumi shkumbin, kjo me një lloj edhe angazhimi edhe personal të Risës, po edhe të kolegëve, kështu që nuk do ndrojmë drejtim për sa i përket çështjeve mjedisore. Një koment të shpejt për ty Lorin dhe më pas për ty Erblin, tek një artikull i imi dhuna e pa dokumentuar grave lesbike, queer dhe biseksuale, dikush shkruan pse fshini komentet në postim o media mbeturin. Nuk ma zuri goja. Interesant. Jo se e komentuam dhe para se ta. Po, edhe realisht po ka fshirë, me thënë drejtën, unë s'kam fshirë gjë, ke fshirë gjë? Bën hajde automatikisht ku kanë gjuhë Po ti erdhi ke fshirë gjë? Nuk fshihen, jo. Bën vetë në Instagram një lloj filtrimi. Gjuhë e urrëtie, vetë Instagrami ndalon. Pra ku ka disa fjalë që vetë rrjetet sociale i kategorizojnë si gjuhë urrëtie, pra nuk është. Ne madje duhet ti moderojmë pak komentet, se në shumë raste nga që jemi shumë pak edhe s'kemi kohë dhe jemi shumë të angazhuar me 100 gjëra, nuk kemi kohë të filtrojmë komentet që kanë gjuhë fyse, se është përgjegjësia jonë edhe për t'i filtruar, po nuk kemi bërë dot as këtë, jo se s'duam ta bëjmë, po se nuk kemi marrë me komentet, kështu që Po, kështu që nuk i fshin njëri komentet. Jo,
maksimalisht Instagrami që I filtron. Me rrojnë familja aty. Po edhe po shat gjasat janë që nuk do kemi kohë t'ju afshim, kështu që mbajnë. Po, se janë disa aty I kam parë, po, okay. Erblin ke marrë një kompliment për komente sikur shprehin gjithë mllefin e tyre, çfarë nuk arrin dot në jetën e tyre të përditshme, domethënë hapësira online. Paktën online se sa fizikisht, po. Fizikisht sonda. Erblin ke një kompliment nga Sevim Arbana, e cila të thotë, të vetmi që po flisnin për këtë krim dhe tradhti ju lumt, në lidhje me raportimin që ke bërë për Sazanin. Kam një pyetje, Erblin, mendon se do bëjmë dot plazh këtë vit në Sazan? Mendoj se do vazhdohet të jetë pjesërisht I hapur Sazani, sikur se ka qenë dhe vitet e shkuara, sepse nuk po shkohet në një kontratë ose një marrëveshje nga qeveria dhe kam përshtypjen që do ketë të tjera shtytje arritje në një marrëveshje, sepse mund të ketë një lëvizje për të shkuar më shumë tek Zvërneci për një projekt konkret sesa tek Sazani. Paktën to janë më dyshjet e mia, sepse nuk ka ende një gjë konkrete, edhe pse ka qenë me një deadline për të patur marrëveshjen nëntori 2025-s për Sazanin, është shtyr pa afat dhe nuk ka patur asnjë njoftim të ri në këtë pikë. Kështu që besoj se e njëjta stagnacion në sensin. Ne shpjegoj pak edhe këtë pikën që ke diskutuar në video explainerin që bëre, që vetëm 3 foto, ndërkohë që njerëzit kanë parë shumë story nga Ivanka Trump. Pse vetëm 3 foto? Po, në fakt ne kishim kohë që kërkonim informacione për projektin e Sazanit, kërkonim dinim gjëra më faktike, sepse u tha që do bëje diçka aty dhe nuk kishte asgjë konkrete. Në fakt edhe në media u hodh sikur do kishte vetëm 8% sipërfaqes që do ndërtohej dhe u hodh ideja sikur pjesa tjetër e Sazanit nuk do prekej dhe do ishte e lirë për publikun. Por pasi këmbgulëm shumë për të gjetur dokumente dhe për të parë realisht se ç'a ishte I propozimi që është bërë që në 2024, pam që dinamika dhe propozimi ishte krejt tjetër, për të zënë komplet ishullin. Pra shtrirja e projektit ishte me 3 faza, me ndërtime që shkonin në gjitha anët e Sazanit dhe praktikisht e kthenin atë një ishull privat ku edhe një qytetar I thjesht nesër pas nesër do ketë shumë vështirë për të aksesoj aty. Në këtë prizëm dinamika që është në letër për zhvillimin aty e bën jashtëmase të vështirë edhe për mbështetjen në aspektin infrastrukturor, sepse do kërkohet të ketë furnizim me energji elektrike, po ashtu furnizim edhe me ujë. Ne aktualisht kemi shumë probleme me një pjesë të resorteve që janë bërë dhe vazhdojnë të ketë probleme për furnizimin e ujë. Resortet që zakonisht marrin ujë në fshatra që I duan. Jo më në një ishull që është goxha larg me Vlorën dhe di që në të shkuarën edhe vetë sistemi komunist e ka patur të vështirë për ta mbajtur me furnizim të vazhdueshëm Sazanin, edhe me ujë, edhe me energji elektrike dhe dikur ka patur edhe pompa që të filtrojë ujë I kripur. Nuk e di nëse do ketë një plan për këtë pjesë, por intensiteti I ndërtimeve aty e bën disi shumë të vështirë që ta ketë paktën tavolin shteti t'ia sigurojë këtë gjë, sepse praktikisht kjo është me statusin investitor strategjik I duhet shtetit që t'ia furnizojë shërbimin me ujë edhe me drita. Ashtu si me një përpjekje të jashtëzakonshme, po punon intensivisht për të furnizuar palasën me ujë nga. Ti Lorin ishte sapo je kthyer nga jugu, a patë mundësi që të kaloje tek zona e Zvërnesit, më thënë patë në një lloj përshtypje se çfarë po ndodh aty në terren? Ose jo konkretisht nuk ishte ai qëllimi I vizitës time në jug, po patjetër që kaluam aty. Ajo është për mua historia aty është e njëjta si shumë histori tjera që I përkasin një privati që praktikisht ka disa shtresa, pra nuk mund të themi kush është me një bindje, edhe marrëdhënies këtij privati me shtetin shqiptar, që është gjithmonë e errët, është gjithmonë jo transparente, gjithmonë mund të ketë surpriza nga më të në një kompleks të ri, në një që mund ta zbulosh përpara se ne kemi në një raportim ndoshta për që po na ndjekim podcast. Aty është ka shumë gjëra të reja. Se ka vetëm çdo gjë është e re. Pra, aty besoj që nga viti në vit kushdo që shkon aty shikon gjithmonë më pak ngjashmëri me si ka qenë. Ajo që unë mora si ndjesi është ai tensioni dhe dorëzimi I një pjesë shumë të madhe të
njerëzve që jetojnë aty, sepse po praktikisht i kanë marrë çdo mundësi për të zhvilluar zonën nga ana turistike, pra një lloj tjetër turizmi që nuk është vila me pishin, po është turizëm pak më familjar i bujtinave. Airbnb, po. Dhe betejë është për ujin, pra në momente kur rezortet e Palasës furnizohen me autobot, do me thënë që ka një problem shumë të madh me qëndrueshmërinë e ndërtimit aty. Dhe në mënyrë të dhunshme, do thoja unë, uji për rezortet, për pishinat e rezorteve, po sigurohet nga burimet e fshatrave, që atë ujë kanë përdor dhe për të jetuar për breza. Po përveç ujit, edhe siç e përmende, edhe fakti se i vetmi burim financiar që ata kishin për të shfrytzuar shtëpiat në formën e turizmit, tashmë pothuajse po zhduket duke qenë se nuk është vetëm kjo, është çështje vizioni, pra ti do zgjedhësh një rrugë ose një tjetër dhe nëse ajo rrugë që paktën qeveria jon ka zgjedhur, se ne nuk na ka pyet njëri nëse e donim apo jo, është të zhvilluarit e rezorteve me vila, banimi dhe shtëpi të dyta. Ato janë të parë që penalizohen. Ne nga kryeqyteti mund t'japim një mendim. Ti mund zgjedhësh pra. Ky model po shtyhet me dhunë, me forcë, pa asnjë lloj konsultimi, tensioni është aty. Të gjithë e kemi parë se si shtypet tensioni me dhunë. Kemi të bëjmë me një shoqëri që jeton në grupe shumë vogla, shumë polarizuara, ku pushteti qendror dhe lokal është shumë prezent, format ndryshme. Po dhe ndërkohë se anashkalova dhe për shembull vjen një investitor i huaj, qëllon që të jetë familjar i presidentit Donald Trump dhe pas një lloj filtri, transparence ose për të ardhur te këto kushte, pra nëse a dihet që qeveria shqiptare ka vendosur disa kushte që ti do të zhvillosh një zonë X, por do të kesh një rendiment miqësor me natyrën, do kesh një impaktin zero me banorët, në sensin nuk do jesh konfliktual, por nga ana tjetër do jesh vetë eficient në aspektin e energjisë dhe ujit. Këto janë disa pika që ti duhet të Ne si dim që pse janë bërë këtë marrëveshje apo jo, këtë. Dhe ne vetëm shohim që vjen zonja në fjalë, e shoqërojnë me protokolle zyrtare, kryeministri vetë takon, e shoqëron në Zvërnec, ndërkohë që zyrtarisht Zvërneci nuk është pikë e propozuar për të zhvilluar. Pra statusi strategjik i propozimit të ardhur nga Kushner është vetëm për Sazanin dhe nuk dihet për çfarë po negociohet. Dhe këto janë tipike që janë bërë si raste edhe me investimet vendase, pra kanë shkuar investitorë caktuar, kanë hëngrë dreka darka në zona caktuar, banorët e kanë marrë vesh pasi janë zgjidhur gjërat. Po ndërkohë që kryeministri kritikohet, le të themi, për këto pika që po përmendim këtu, jo vetëm ne por edhe nga analizat mediave të ndryshme, duke se në sy të ndërkombëtarëve është më i vlerësuar, ka qenë antar deri në listën e Ribas. Na e sqaron pak e Blinti ke trajtuar si temë, pse mendon që erdhi ky lloj vlerësimi në aspekt arkitekturor për kryeministrin? Në fakt ne bëm një koment, një editorial pasi qëlloi edhe vlerësimi qëlloi me datë 12, në fakt në 12 mars, ku vetë qeveria ishte shumë e angazhuar për t'i dhënë jon SPAK-ut në parlament me 82 vota kundër kërkesës së SPAK-ut për të hequr imunitetin zëvendës kryeministres Balluku. Dhe ishte interesante sepse qëlloi që ta përdorte me një lloj agjende qeveria që lajmin e kurseu për opinionin publik, dhe një intervistë që kishte Rama me Vanessa Norwood e shpërndau vetëm mos gaboj 10 ditë më vonë. Pra, ajo ishte intervistë e kryer me 12 mars, në ditën ku Rama ishte pjesë e 27 të themi personaliteteve që ky instituti mbretëror i arkitekturës për mbretërinë pra e bashkuar i jep pra këtyre personaliteteve të tjera që s'janë arkitekt përgjithsisht, por që kanë kontribuar në një mënyrë për zhvillimin edhe edukimin e arkitekturës. Dhe më ra shumë në sy pra kjo qasje e qeverisë për ta kursyer këtë lajm dhe për ta dhënë në një rast të dytë. Është sakrificë të vësh në dispozicion një shtet të disa studiove arkitekturore që të plotësojnë ato që mund të jenë dhe fantazitë e dikujt ose ideja personale për tu njohur ndërkombëtarisht. Rendera, kështu që ti ke në zyrtar dhe nuk mund t'i realizosh në asnjë vend tjetër, pra të vësh
Shqipërinë në dispozicion, unë mendoj që meriton një çmim nderit, pra. Ai sakrifikon ai dhe gjithë ne për arkitekturën shumë e madhe. E kishim në diskutim brenda redaksisë, domethënë se kjo është realisht një lloj influence vetë qeverisë, pra ka ardhur influenca në rritje e qeverisë deri aty sa që të shkojnë në një institute ndërkombëtare. Ka një lloj aftësie për t'ia marrë zemrën ndërkombëtar. Apo është një lloj keq kuptimi. Shiko, po ta lexosh arsyetimin që i është bërë vlerësimit për Ramën është i njëjti arsyetim që Rama e ka patur që në vitet 2000. Pra për të huajt mbetet ajo ideja e Ramës që ndryshoi. Kanë mbetur akoma te fasadat e dikushme, por mua më bën shumë përshtypje që për shembull edhe në rastin e intervistës Vanessa Norwood që e shfaq veten si një kritike ose kuratore e arkitekturës, ka zero kritik ndaj mënyrës se si Rama e ka zhvilluar për Shqipërinë, për atë dhe shumë të tjerë shumë e mirë dhe shumë e madhe gjëja që po ndodh në Shqipëri. Po ndërkohë ne që jetojmë këtu jemi të vetëdijshëm që gjithë këto projekte janë trupat huaj në qytetet tona ku ne po jetojmë dhe në mënyrën se si ne konceptojmë qytetin dhe kemi përjetuar qytetin. Ne kemi shprehur hapur kritikën tonë për zhvillimet. Ndërkohë strukturat brendshme po e godasin kryeministrin dhe vendimet e tij, kështu që ndalim pak tek vendimi i gjykatës kushtetuese që ka thënë se vendimi për TikTokun ka qenë i antiligjor, antikushtetues. Dhe tani TikToku është i aksesueshëm për gjithë, si qëndron. Në fakt ka qenë. Ka qenë jo, por unë nuk e kam pasur vonë. Me VPN. Mund ta flas. Okej. Ishim aty. Pas edhe VPN fala se falenderojmë Civil Rights Defender. Edhe ishim dhe safe. Po si ka kryeministri mos guxoni të ta përdorni. No, kam korrekt. Që të s'ka marrë asnjë. Po, TikToku është aktiv tani më, edhe pa VPN. Kjo për shkak sepse një vit pas u rregullua tani. Po, çdo gjë është normale, sepse pas një vit pas u ndalua. Në TikTok tani janë më të sjellshëm njerëzit, më etik, jo shumë. U nis me këtë sens, megjithatë nuk ka asnjë përmirësim në këtë pikë, sepse këto nuk janë gjëra që i rregullon një qeveri e caktuar e një vendi, pavarësisht se mund të marrë nisma ose bashkëpunime me platformën për të vendosur një lloj filtri dhe qëllimi ishte i tillë që të vendosë një lloj filtri për gjuhën e përdorur. Megjithatë nuk ka ndodhur kjo gjë deri më tani. Nuk e dihet ende se kur do të ndodhi. Ajo çfarë realisht ka ndodhur është që një vit pasi TikToku u mbyll, ne patëm në 3 shkurt të vitit 2026 përkatësisht, me një vendim të numër 62 mos gaboj, u vendos po themi shfuqizimi, pezullimi për shfuqizimi i aktit të mëparshëm që e mbyllte, pra qeveria pas një viti përpara se gjykata kushtetuese të jepte një vendim, vendosi që ta shfuqizojë. Po çfarë shërbeu? Për një vit. Për çfarë shërbeu kjo mbyllje një vjeçare? Mbaroi afati i saj. Gjykata gjithsesi vendosi, duke qenë se organizatat caktuara e çuan në gjykatën kushtetuese, vendosi që ky kufizim i aksesit në fakt ishte një lloj kufizimi i lirisë së shprehjes. Pra në vitin 2027 kemi zgjedhje dhe nuk do ta mbyllim dot më TikTokun pa shkelur kushtetutën. Kështu i vjen. Dhe rrjetet e tjera më se nëse mund të thotë për Facebookun, Facebooku kujt i shërbeu kjo mbyllja? Përveç Facebookut. Në fakt edhe kur mbyllej TikTokun ishte 2 muaj para zgjedhjeve elektorale që praktikisht ndikoi edhe në mënyrën se si bëhej PR-i i fushatave për partitë caktuara, që në këtë rast më aktive ka qenë Lëvizja Bashk. Politikisht nga kështu për shkak të vetëm për shkak të zgjedhjeve dhe fushatave. TikTokut okej, influencat nga jashtë e tjerë këtij. Ktu nuk ka një studim serioz që të provoj që këtu ka influencë nga jashtë. Qesharakja këtu paktën në gjykimin tim me TikTokun ishte se u bazua vetëm në një formular që shpërndan tek mësuesit edhe tek prindërit nëpër shkolla, që u vendos edhe si një lloj detyrimi që duhet plotësohej me patjetër. Prindërit, me sa kam kuptuar, po edhe mësuesit nuk është se kishin një dieni ose nuk u bë një lloj pasqyrimi i plotë që për çfarë është, çfarë synon, ku do të ishte kundër dhunës. Ishte thjesht TikToku është i keq dhe hajde ta mbyllim sepse prodhon dhunë edhe vrasje siç ndodhi rasti një vit më parë. Nëse kjo do të ndiqet, pra një qeveri e përgjithshme, në momentin që merr këtë masë, se kjo është drastike, pra të mbyllësh një platformë, ka patjetër vende në lindje që bëjnë këtë gjë, që qeverisën në forma jo demokratike, po në perëndim nuk parandodh, të paktën për këto arsye. Të paktën se ne jemi të ekstremit, pra ne mbyllim e vrasim platformën fare. A është dikush tani që të provojë nëse mbyllja TikTok pati efekte? Pra një qeveri e përgjithshme do kishte bërë këtë gjë. Parëm diçka që kryeministri tha që do vëhen filtra. Kush janë filtrat tani? U vendosën filtrat
Kjo platformë. Kjo nuk është Sepse e qartë. tha që Ne morëm kohë për të reflektuar sigurisht. do kishte kufizim moshe, do kishte kufizim Ka shtete tjera që Kontent. Aja u vendosin këto aktualisht. Jemi në proces thuaj sipas palës që mbronte, në paktën me sa ndoqa unë Në gjykatën kushtetuese seancat dhe ende nuk ka as një studim, as një reflektim, as çfarë ka ndodhur, çfarë ka sjell pasojat, pra është një proces që ndoshta edhe ne duhet ta Dhe ndërkohë shikojmë progresin e shtetit shqiptar në raport me politikat që po merr Bashkimi Evropian për këtë. Pra e shikojmë që ata po ecin super avash në çështje që kanë të bëjnë me kontrollin e platformave. Pra ne shikojmë një trup politike këtu që platforma do t'i kontrolloj se do t'i kontrolloj vetë. Jo sepse do që të zgjidh problemet që përmbajtja e platformave ka. Nëse ka një organizëm këtu që prodhon dezinformim, unë do ta them gjithmonë që është qeveria shqiptare me të dyja duart. Megjithatë ky vendim duke qenë se erdhi po them pas si mbaroi procesi ose periudha një vjeçare, vendimi i gjykatës kushtetuese tani më është okay në sensin që vendos një lloj precedenti që ti nuk duhet ta mbyllësh në mos TikTokun edhe platforma të tjera, megjithatë nuk është se solli një po them pasojë të menjëhershme vepruese që ti Se koha që u desh ishte më gjatë se fatin në të cilin vendimi kishte parashikuar për ta. Edhe fakti që pati një shfuqizim të vendimit e bëri ato Shikojmë, vitin tjetër ka zgjedhje dhe shikojmë surprizat e radhës. Këtu do jemi. Tani, duke qenë se jemi goxha keq me minutazhin do thë, si pa kuptuar kemi shkuar në 35 minuta, kam përcaktuar 3 grupe të rezistencës të cilët kanë qenë më të zëshëm gjatë këtij muaji, por përpara se ti të përmend të 3 shumë shpejt, dua një koment të shkurtër nga qoftë Lorina ose Erblini, duke qenë se kemi pasur një temë lidhje me zhvillimet urbanistike për një godinë që po ngrihet akoma te Garda, ka nisur ndërtimi? Ka nisur. Dhe dëshiroja një koment sqarues se si është mënyra që ne zgjedhim të raportojmë zhvillimet urbanistike. Kemi raportuar 2 herë për të njëjtën kompani që po ndërton te Garda dhe njerëzit pyesin që ne zgjedhim në bazë të ankesës së banorëve, për shembull siç ndodhi konkretisht unë para disa ditësh pata një rast në Durrës ku më kontaktuan banorët, zgjedhim në bazë të kompanive dhe të monopolizimit që po ndodh tregu apo të interesit publik. Një koment të shkurtër. Kemi një tabelë kështu, që është me këto darkë edhe 4 shigjeta, edhe edhim një shigjet. Mund ta nisun duke thënë marr shkak se me këtë pyetje më bëre që kujtoj një situatë që ishte as pak e këndshme në sensin e gjës. Ne patëm bërë një raportim ku përfshihej projekti i kompanisë Kastrati, që ne konstatuam që kishte nisur pa lejen e ndërtimit. Dhe pas atij rasti ne patëm normalisht kontakte, njerëz që na shkruanin, na pyesnin dhe një koleg i joni kërkoi që në takonte dhe në takime sipër po pyeste pikërisht të gjë që ore si bëni ju shkrimet. Pra, pyesin shumë njerëz, kështu që ta sqarojmë pak. Bëni këto ulumtime, fjala bie pse bëhet një shkrim vetëm për Kastratin dhe nuk bëhet për dikë tjetër. Për Salera. Dhe përgjigjja ime siç ishte në rastin e atij, besoj edhe në rastin konkret që po bën ti është e njëjtë. Ne kemi patur një projekt që ishte Tirana vertikale, synonim dhe synojmë vazhdimsi në këtë rubrikë, që të përshkruajmë dhe të japim informacion për mënyrën se si po zhvillohen zonat caktuara të Tiranës. Okay. Dhe nuk ka patur as kurfar ide që ne të kemi raste specifike ose të merremi me dikë personalisht. Absolutisht nuk është ky qëllimi jon. Qëllimi jon është që të vëmë në dukje se si janë politikat e zhvillimit urban në Tiranë dhe që për ne kanë qenë të gabuara dhe t'i pasqyrojmë sa më shumë me shembuj të tillë. Kemi nisur duke përshkruar përgjithsisht zonën e bllokut, ish bllokut. Kemi vijuar më pas me zonën për rreth liçenit artificial, aty ku kemi patur edhe rastet më konkrete të zhvillimit në shkelje dhe të vetë rregullave dhe planeve që janë hartuar. Dhe konkretisht për të ardhur tek ish Garda, ne aty jemi përqendruar më shumë sepse ishte një projekt ku fillimisht u tha që do të ishte park publik dhe ai është shembulli konkret se si tjetërsohen planet urbanistike kundrejt interesave për të zhvilluar projekte ndërtimore. Një marshim çlirimtar të kryetarit në detyrë të Bashkisë Tiranës që shkon aty dhe
në mënyrë shumë të vendosur sulmon dhe opozitën që okay, puna vet, po thot ne jo si ata, ne ndryshe nga ata, ne do ja kthejmë këtë hapësirë publikut, qytetarëve dhe po ja kthen qytetarëve me metra katror kull, pra nuk po ja kthen qytetarëve me atë që premtoi që t'ja kthente dhe po ndërtojnë në mënyrë të egzageruar, do thoja unë. Pra unë mund ta them këtë gjë me bindje të plot që aty po ndërtohet në mënyrë të egzageruar. E marrim shumë për qenë sinqert në sensin. Këto janë opinionet tona. Po. Por për te opinioneve tona, ato që janë në letër dhe janë faktike janë që okay, planet ndryshuan në vazhdimin e kohës. Por në zonën konkrete, pse ne shkruajtëm prapë, pse raportuam prapë. Dhe mund shkruajmë sërish. Është sepse në zonën konkrete u parashikoi që të hapej edhe një rrugë. Dhe mënyra se si po zhvillohet kjo zonë për ne është e gabuar sepse mund të kushtëzohej fillimisht hapja e rrugës me çdo zhvillim tjetër. Që do të thotë mund të kushtëzoheshin gjitha lejet e ndërtimit rreth qark aty me hapjen e asaj rruge. Pra, mënyra se si është zgjedhur për shpronësuar edhe pronarët cilët janë mbi një trase rruge aty, një gjurmë rruge, është e gabuar dhe neve këtë kemi synuar dhe ke shkrimin. Pra, nuk kemi synuar. Jo kompaninë në vetvete, absolutisht. Problematika gjysjellë. Po në ato kompani dhe ne nuk kemi droje të raportojmë për asnjë nga kompanitë e ndërtimit këtu në Tiranë, pikërisht për arsyeën se ne nuk jemi selektiv mënyrën si raportojmë. Kushdo që ka një akuzë që ne raportojmë për një kompani ose për një tjetër, është i lutur të drejtohet, të na sjell të dhëna, se ne këto përkujtojmë. Nga ana tjetër duhet të sigurojmë këdo të qoftë që ne nuk bazohemi edhe kur raportojmë nëse ka ndonjë informacion që mund të jetë i gabuar në raportimin ton, nuk është i qëllimshëm, afërmendsh, ne jemi të hapur edhe nga pala tjetër dhe i kërkojmë gjithmonë komente dhe i presim ato nëse ne kemi një diçka që është e pasaktë, kontaktojmë kompaninë. Reflektohet gjithmonë. Editorialisht kemi një mënyrë shumë transparente për të reflektuar korrigjimet. Çdo media serioze ka përgjegjësinë që kur gabon ta bëj qartë korrigjimin që bën. Pra, ne kemi shumë kollaj që ti ndryshojmë gjërat me edit, po është jo transparente, është kundër çdo standardi të mundshëm në gazetari, që ti ndryshojmë gjërat në mënyrë të fshehtë. Kështu që çdo gjë që ndryshohet, korrigjohet, është absolutisht shumë e hapur gjatë gjithë kohës për korrigjime dhe përditësime, po korrigjimi do qëndrojë aty. Okej, siç e thash, kisha 3 grupe të rezistencës, të cilat do vinë keq mos i përmendja, ndoshta një koment shumë të shkurtër nga secili prej jush. Kemi qenë bashkë me Lorinin për punonësit e Woltit, Erisa ka qenë në fushë Bulqis për banorët që kundërshtojnë hidrocentralin e Shytajit, ndërkohë që Erblin, ndoshta për përmbyllje doja një koment prej teje të protestës së fundit ku gjithë komuniteti ishin së bashku dhe është një lloj risie që kemi parë një lloj bashkëveprimi shpresoj suksesshëm për të sjellë zëra së bashku. Kemi qenë bashkë në protestën e Woltit, ndoshta një koment shumë të shkurtër, deri tani protesta për momentin duket sikur ka një lloj pauze, kompanitë kontraktore shqiptare nuk kanë dhënë një koment. Ti si e ke parë kërkesën e tyre dhe çfarë kërkonin në të vërtetë? Ka pasur shumë komente rrjetet sociale që nuk e kuptonin se çfarë kërkonin motoristët e Woltit, i akuzonin që ato shpeshherë zën rrugën dhe thonin që jo po ju e dini pagesën që fillim se ankoni tani, një gjë shumë shkurtër si impresion ndoshta. Pra aty kemi të bëjmë të paktën ajo që kam kuptuar unë nga bisedat me njerëzit aty që ishin jo pak. Ishin një pjesë shumë e madhe e punonjësve të Woltit, mund të ishin mbi 200 motoristë në protest, që kemi të bëjmë me një grup me njerëz që nuk e dinë se sa ju vlen puna. Ora e shërbimit ose dhe ora dhe pagesa për se kur shpërndan diçka me motor, mënyra si ti paguhesh është ta marrësh një gjë nga pika A ta çosh në pikën B. Dhe koha jote e punës është distanca midis këtyre dy pikave, që atyre për shkak të politikave të ndryshme që secili nga nënkontraktorët e Woltit ndiqte, i ndryshon pothuajse në çdo rast. Dhe ata nuk janë të informuar për këtë. Pra nëse është e njëjta gjë si kur ti të punosh në një redaksi dhe rrogën tënde ta marrësh vesh në datën 1. Pra ti nuk e di se sa do paguhesh pavarësisht se ti e di sa ke punuar. Dhe ai aplikacioni që praktikisht të tregon sa paguhesh, aty fit ndryshonin në mënyrë të vazhdueshme. Si e pash unë, ishte patjetër një sektor që ka nevojë të organizohet. Për rregullim. Për rregullim edhe nga ana sindikale. Kjo gjëja do ndodhi.
sepse aty ka shumë hallka, pra dhe secila hallkë përpiqet, është biznes, përpiqen me maksimizu fitimin dhe në një farë mënyrë atë punë që bëhet, që në shumë raste bëhet nga njerëzit që fitojnë më pak në atë zinxhir, secili ka atë pjesën e vet. Dhe gjithmonë do shtyhet që pjesa që do marrin ata që janë ndërmjet duhet më e madhe se sa pjesa që merr ai që punon realisht. Në sensin e kësaj në gjithë të mos e zgjasim sistemin e dy grupe tjera. Lidhje me grupe. Okej. Mendon se mund të jenë kategoria që mund ta psoj më shumë është atyre që vinë si emigrant për të punuar, sepse po shohim në sektorin e shpërndarjes ka më shumë të huaj, kështu që. Dhe mendoj që ata janë pjesa më vulnerabël, pra nëse ti ne dim shumë mirë se si një pjesë shumë e madhe se nuk po përgjigjsoj tani, e punonjësve tuaj vinë në Shqipëri. Ti merresh peng sepse pasaporta jote mbahet nga agjencia që të ka sjell këtu. Dhe nëse ti jeton në ato kushte, pra je i varur nga punëdhënësi jot për të gjithë atë që është cikli jot i jetës, ku do flesh, ku do ushqesh, ku do marrësh shërbimet dhe ku do punosh, kjo praktikisht krijon rrethanën ku ti mund të jesh shumë kollaj i abuzueshëm. Dhe duke qenë në një shtet që nuk i siguron të drejtat në punë as për shtetasit e vet, patjetër që është më e vështirë që duke pas një pasaport të huaj ti të pretendosh të sigurosh të drejtat. Dhe kjo krijon terren për abuzim në një vend ku abuzimi është prezent kudo dhe me zor presin. Dhe nga historitë që kemi dëgjuar ne kemi të bëjmë me njerëz që nuk e dinë sa punojnë të 12 orë në ditë dhe marrin një pagë fikse që është afër pagës minimale dhe më shumë para gjeneron agjencia dhe ndërmjetësi se sa ai që punon realisht. Pra ti si të punosh 8, si të punosh 10, si të punosh 12, do marrësh njëjtën sasi parash sepse diferenca do të shkojë atij që të ka sjell këtu. Dhe kjo është në thelb e padrejtë. Skllavëri. Erisa për banorët e fushbullqisës që ishte një gjë shumë të shkurtër, çfarë po ndodh tani si është situata? Mars po themi qytetar, banor të fshatrave të Koçaj, Draguse dhe Kodrajdali në njësinë administrative të fushë Bulqizës në Bulqiz, vendosën që të mblidhen para bashkisë ku njëkohësisht po mbahej edhe mbledhja e Këshillit Bashkiak. Ata ishin informuar më herët që në atë mbledhje do të trajtohej dhe ose do të kalohej me votë nga Këshilli nëse do të ndërtojë apo jo një hec në që quhej heci Shytaj, dhe kishin vendosur që në fakt mësyn në dyert e bashkisë dhe nuk lejuan që të zhvillohej mbledhja. Unë isha aty bashkë me ta edhe vëra re që kryetarja e bashkisë në fakt sapo paq që njerëzit banorët u dyndën brenda në sallë, lëvizin menjëherë dhe shkojnë pra i gjeti veten të papërgatitur për këtë situatë dhe shkoi menjëherë në zyrën e saj ku mblodhi një përfaqësim më pas edhe diskutuan. Çështja është që ajo çfarë synohet ka prej vitit 2019 që tentohet, ai që tenton të ndërtojë këtë hidrocentrale është vetë banor i fshatit aty dhe banorët e njihnin edhe shfrytëzon po themi burime të përrejnëve të vegjël që sikurse në gjitha fshatrat e tjerë është jetësore për vetë fshatarët aty edhe për shkak të blegtorisë, të bujqësisë edhe për vetë jetesën e tyre, ka pasur kundërshtim prej vitit 2019 nuk ka kaluar si në Këshillin Bashkiak për shkak të kundërshtimeve dhe të organizimit të banorëve, vijon njësoj pavarësisht nuk ka kaluar edhe sot që flasim. Ende sot jo, pavarësisht se ka një vendim të vitit 2024 nga Këshilli Kombëtar i Territorit, i cili vendosi që ta miratoj me kusht lejen e ndërtimit për hec Shytaj, po ishte një me kusht për shkak sepse duhet të plotësonte të gjithë dokumentacionin dhe një ndër to është të marrë edhe po themi miratimin nga Këshilli Bashkiak edhe sikurse ka ndodhur në të gjitha ndërtimet e heceve të tjera, në këtë rast banorët tonë që nuk ka dëgjesa publike, nuk ka konsultime publike, nuk ka dakordsi të tyre për ta ndërtuar këtë hec. Tani do ta ndjekim sepse nuk besoj se kjo nisëm do të mbarojë aty, pra tentativat për ta vijuar do jetë sërish. Megjithatë, ajo çfarë mua në aspektin tim dhe çfarë kemi pasqyruar ne të Citizens, fakti që ka një reagim dhe banorët ishin bashk një zëri për ta kundërshtuar këtë, tregon që gjasat për ta vijuar ndërtimin e këtij heci janë të pakta. Megjithatë, ne do ta ndjekim në vijim. Dhe për ta përmbyll bisedën dhe podcastin, Erblin e shikon si një tentativë suksesshme grupet bashk që bëhen përpara parlamentit për të shprehur revoltën e tyre për kauza të ndryshme, por gjithë së bashku unë konkretisht në disa vite raportim nuk e kam parë të shpesh të gjë, madje nuk e di nëse është fikse para apo jo. Solidarizimi është gjithmonë pozitiv. Pra më shumë njerëz, më shumë zëra, domethënë mund ta çojmë përpara një çështje. Me sa e shoh nga jashtë në sensin ta kanë gjetë të përbashkëtat që kanë në çështjet e tyre, që është
uzurpimi i të drejtave dhe pronësisë. Është e njëjta mafia, tha Dimitër Koleci. E drejtë i diku me tek këndvështrim. Por unë e shoh shumë vështirë nëse ky solidarizim nuk përhapet edhe më tej me qytetarët. Pra, mos jetë vetëm me ata që i ka përfshirë ky hall dhe po gjen njëri tjetrin për ta çuar përpara, por të jenë dhe qytetarët. Nëse nuk e arrin të shumëfishojnë dhe solidarizimin qytetar, do të jenë shumë vështirë. Okej. Dhe tek fjala fundit, fjala e muajit, lutem na thoni se nuk dua ta. Mirë, mendoj që duke qenë se ishim në muajin mars edhe muaji që reflektoi një lloj protestash për çështjet e barazisë gjinore, vendosa që këtë fjalën e muajit të përzgjedhja fjalën barazi. Qoftë ajo pastaj barazi gjinore apo barazi, të shënit i barabart, një gjendje e barabart mes njerëzve në shoqëri, të cilët kanë të drejta të njëjta politike dhe qytetare dhe marrëdhënie të përbashkëta dhe të barabarta me pronën shoqërore. E drejta për qenë të barabartë me një tjetër, barazi para ligjit, barazia e qytetarëve, pra mes burrit dhe gruas, barazi gjinore dhe lufta për barazi. Sinonime të lezetshme që ishin me këtë fjalë ishin fjalët njëjëshmëri, njëjësi, barazim edhe paritet. Duke shpresuar që të kemi sa më shumë barazi jo vetëm në mars, por edhe në muaj të vim, ju falenderojmë që gjetët kohë për të na ndjekur në këtë bisedë diku deri gjatë, por që ne marrim kohën tonë për shpjeguar se çfarë ka qenë e rëndësishme gjatë muajit. Faleminderit për prezencën e kolegëve të mi dhe shihemi muajin që vjen. Faleminderit. Shihemi.